Partia Socialiste thotë se Belinda Balluku nuk ka bërë korrupsion. Por çfarë ka bërë ajo dhe çfarë duhet të bëjë një politikan që drejtësia dhe instancat e drejtësisë të merren me të dhe ta quajnë si të pandehur? Kjo dhe shumë të tjera na ndiqni në Vox Pop. E ndoj që dije ku vendi? Po. Uzun dije u kacafytë dhe si përfundim thanë që Belinda Balluku nuk ka bërë korrupsion. Çka ka bërë ajo? Atë e din ajo. Jo, a? Kush se votoi? Për imunitetin e saj u votua Kush se votoi? Partia Socialiste. Ato shkort pyetje ato. Ka marr. Në kuvend thoshin që Belinda Balluku nuk ka vjedhur. Çka ka bërë ajo? Ka lidhë me cingla. Cingla? Këto gjëra nuk mund të bëhen, është familje, është familje. Si mund të bëj një familje, burri me gruan me fëmijë të bëj padrejtësira, e kupton? Ose unë e bëj një padrejtësi dhe ne e dim të gjithë ose se bëj. Po s'ka vend që s'ka korrupsion. Ta thonë që nuk ka. Jemi shumë pastër. Ja. Punojmë Ka për logjika jemi thënë që s'ka korrupsion. Korrupsion ka në familje, jo në qeveri. E di gjykata. Se kontrollojmë. U mblodh parlamenti. U mblodh parlamenti. Po ta thamë ti, komunist, po. Të dy janë kanë frikë njëri tjetrin, ata të pesës kanë frikë Belindën. Po pse nuk po heqin atë imunitetin Belinda Heqin Balluku? se i Rama, ma soj edhe kanë frikë Ramën. E duhen me mbajt Ramën ata. Pse nuk heqin imunitetin Belinda Balluku? Po pse me e heq? Ju mendoni që nuk ka bërë korrupsion? Unë mendoj që s'ka bërë korrupsion. Pa më qalë shime kështu për të tendra ta kështu, ku ta di unë? Për të mirën tonë. Për të mirën tonë. Po tash 16.000 faqe. Hetuesi, hajde me rëvesh. Gjë, kjo nuk ka pse fol kush, se ai Edi Rama është me 2 kom brenda. Kash. Vetëm Edi Rama ka frikë nga... Vetëm Edi Rama. Vetëm Edi Rama. Balluku s'ka bërë korrupsion. Po si s'ka bërë, ka vjet, ka bërë. Po unë kam dëgjuar dhe biseda që ka bërë me njëri tjetrin. Një që fjalë Lorin e ka e bërnut fare goxha minisa, që kam dëgjuar biseda me ca dallavere xhi që vjedhin, marrin ato fonde gjona. Pallosh i gjatë. Po ta them shumë në fjalë figurative se po të bësh këtu bllafalloj gjë, është shumë e thjeshtë. Është qypi me mjalë dhe kanë ngjyrë gjithë gishtin. Kush më shumë, kush më pak. U mblodhën dije në kuvend, rrëmuj i madh. Budalli që o çat vendosi Edi Rama atë bojnë. Vet vendos, vet vullosor, mushtaqe majdanos. Po thuaj dhe mushi meni këti popullit që nuk qojt i gjithi, shkoj të përmbysi si punën e Enverit atëre në 90-ën. Ati diktatori se thash Enverit, diktatori që na mori shpirtin. Sepse si mas me mas ushit në i hërlik të tyre që kanë bose, nuk është vetëm e Balluku. Ka edhe ajo atjerë, them unë, regjistruar mirë ti qeveria, do me thoni ku e dolën të na pikpamjet me korrupsion. Ka bo sabotazh me tunelet, me brima, me ujë, me dërë, që të. Ja, vjedhin, përgjithësi këtu në Shqipëri, shqiptarët të grinë të vjedhin. Në çdo drejtim, pallatët që bëhen, anë këtej. Mos, ajo i ka bon mu me i fjallë, me marrë vesh edhe dhija ma e malit, se ajo është i diskreditu. Po as nuk e lëqën sale, as nuk e lëqën, as se thot kena marrë votat. Një qeveri duhet të ketë moral dhe drejtësi. Është shumë e thjeshtë. Nëse s'janë këto të dyja nuk s'ja vlen më. Ky i ka marrë bashkë me këte, po ju e dini vetë shqiptarët më zgjut, po puna është sepse po futi mrena te ai, do futet edhe vetë mrena. Po ta heqish mikrofonin dhe të ulemi kafe, dashu dhe të hapim thesin, dalin gjëra pasaj të mor lepsura. Por është kompetencë se Edi Rama si ka votat. S'do në me lëshue, s'do në me lëshue. Të dalin një njëri mërë burë, si ti thonë, pusho Edi Rama, pusho Sali Berisha. Opozit në një vend i dashur, opozit në një vend është media një dhe sistemi drejtësisë vëlla. Këto janë në opozit, se me që se më pyete. Kemi opozit në të? Se mendojnë që në këtë lloj dosjeje është i përfshirë dhe Sali Berisha? Po i përfshirë, po dhe me ki opozit që i akuzum në grada, do me thonë ai është i akuzum të në pikpamjet, për gërdecin, për tëna. Opozitari do karige, në kupton ti? Edhe çdo mendoj të opozit apo jo? Prandaj bëj thirrje ndërkombëtarëve, o kush janë kompetent për këtë punë, vinë të vendosen për Ballukun, për Sali Berishën edhe për Edi Ramën. Për çfarë duhen një individi 300 apartamente?
Thuhet se edhe ish zëvendës kryeministra thuhet ka 300 apartamente. Ç'a mund të bëj Robi me 300 apartamente? Si mund t'i marri dhe ç'a mund të bësh me ato? Ai menaxhon dot ti? Atëre është ai thashë unë pak më parë, që është zullumi, s'ka zullum, është këtu është i pa, domethënë shiko, arrim deri, shiko, nuk po them se mori 5 lekë ai. Unë jam koshient. Në qoftë se ti merr 5 lekë, po nuk dhe mua 2 lekë, të blej një akullore. Tu në Shqipëri është modus po zgjedhjes shkon çdo karrierë. Të gjithë botën po e merr në qaf egoizmi. Është egoizmi është aq i zhvilluar sot në të gjitha ashtu sa po e merr në qaf tjetër shumë mirë pse s'ngërrjeni sepse këtu ata që janë të mirë se po ta them kështu tani shumë popullorçe shiko pikërisht shiko këtu në mazhorancë është ignoranca. Shiko revolucionet nuk i bëjnë njerëzit e zgjuar dhe intelektual. Revolucionet i bëjnë njerëzit që janë në minorancë, jo se s'duan, e kupton? Kjo është shumë e thjeshtë. Njerëzit e mirë këtu janë në minorancë. Edhe dominon ajo negativja. Mirë, drejtësia ka marrë vesh për 300 apartamente. Shoje zbuloje e thuj që tu jonë që ajo nuk ka një gjonë si futën gjept. Ta janë komplet hajdut, nga i madhe atje ku i bi bloku anë e poshtë, deri këte janë komplet hajdut. Shteti degeneruar nuk bëhet më këta. Mbaroj kjo punë. A s'kemi fajin ne vetë? Jo, s'kemi faj, s'kemi qaj, bo i ka bloku rruguj, po fole vdes në dru, të fut mrena. Shikoti, është babëzie madhe di. Ka ju një babëzie madhe sa nuk ndalen, se njeriu, se po vajte në maj dorëzohesh, po mos arrit vesh në maj më bure, kupton ti, po këta vazhdojnë akoma qëtë. Edhe ku shkojnë në maj prapë vazhdojnë të rritën. Bravo, e kupton, se po të them në mënyrë figurative. Dakor, s'po themo që njerëzit pasurojnë të kenë lekë të ashuhet, të punësojnë njerëzit, po këtu është s'mendon fare ai për ty për mua, ai sa ngrihet mëngjes mendon çfarë do. Kom bon mëra i thot nuk i kam. Sjo drejtsinë të zbulojnë. Se Balluku a i thot Sali Berisha nuk kam kur far punit të ky pallatet e ati. Sjo vllahet të vërdetojnë, sjo kontrollin e shtetit, sjo gjonat, sjo ato që janë kastile për atë punë. Sa ta për me thonë 300 apartamente ankollaj. Ajo mund t'i kenë bon, po sjo njerin të zbulojnë. Ti shki as kontrol shteti, as shki e kanë. Të janë gjitha të bashki, janë bon gjitha shqeverin veti si ka kontrolu njeri. Se nuk i ka thonë Edi Rama kryetarit të asaj zyres taksave ose ashtu, të duhet të regull, dhe me thonë një gabim maj voglim dull, ti u eliminohet prej pune. Po në u bom që kom të edhis më burë, në ishe fyret e tyne, çdo dit nga matë nërshmet. Delin analistat nuk o mirë kjo, nuk o mirë ajo. Bis dolin me mon rrugën, si batoni e shanshtaj Kosovari e këta.